Meriton Mjekiqi, ish finalist I Big Brother VIP 3 Albania, ka qenë I ftuar në emisionin Goqa dhe Gra në Top Channel, ku ka folur për herë të parë me shumë emocione rreth marrëdhënies së ndërlikuar me ish partneren dhe mungesës së kontaktit me djalin e tij. Moderatori I njohur që gjithmonë është treguar I rezervuar për jetën private, këtë herë nuk I ka fshehur ndjenjat dhe ka ndarë me publikun dhimbjen e një babai që prej kohësh nuk ka mundur të përqafojë të birin. Me lot në sy, a I tha se ka humbur çdo kontakt me djalin, një situatë që po e përjeton rënd çdo ditë. Problemet e mia me nënën e djalit vazhdojnë dhe për fat të keq, çdo kontakt është ndërprer. Nuk kam asnjë mënyrë për të mësuar se si është djali im, si po rritet, si po jeton. Djali ka mbushur 7 vjeç dhe më mungon çdo ditë e më shumë. Kam vendosur që deri në fund të jetës sime nuk do ndalem së kërkuar I djalin. Besoj se gjyqet do të vazhdojnë dhe unë do të përgjigjem deri në fund, sepse kjo është betejë më e rëndësishme e jetës sime, tha Meritoni me një ton të vendosur, por njëkohësisht plot dhimbje. Ai pranoi publikisht se ndarja nga partnerja ishte faji I tij, duke treguar se marrëdhënia mes tyre nuk kishte funksionuar siç duhet. Faji im që jemi ndarë do të thotë që nuk kemi shkuar mirë për njëri tjetrin, por kjo nuk justifikon që të më mohohet e drejta për të qenë pranë djalit tim. Ai është pjesë e imja dhe asgjë nuk mund ta ndryshojë këtë. Nëse ajo po ndjek këtë intervistë, duhet I them se e ka tepruar me këtë situatë. Nuk po e dëmton mua, por po I krijon boshlek djalit ton, shtoi ai. Moderatori tregoi gjithashtu se djali I tij është autik, një detaj që e bën edhe më të dhimbshme situatën, pasi komunikimi me të është I vështirë dhe kërkon kujdes të veçantë. Djalli im është autik dhe forma e tij e komunikimit është e ndryshme. Duke shfrytzuar këtë, ajo luan me situatën, ndoshta për të menduar mua, por kjo është e padrejtë. Ai ka nevojë për dashurinë e të dy prindërve, jo për luftëra mes nesh, u shpreh Meritoni, duke theksuar se përkundër gjithçkaje, ai ende ruan respekt për nënën e djallit. Në fund të intervistës, Mjekiqi tha se nuk e ka takuar as pak djallin që prej kohësh, pasi nuk I është dhënë asnjë mundësi për ta parë